Jahudit thonë se Allahu ka dhënë premtim, se ju, do të thënë që keni preardhjen nga Benu Israil, ju që lindni, do të thënë këtë preardhje, të gjithë do të shkoni në xhenet. Do të thënë pa marrë parasysh se çfarë vepra ose çfarë besimesh kanë. Dhe gjithashtu krishterët thonë se Isa alayhi salatu wassalam është sakrifikuar për mëkatet e tyre, pa hyrë thellë në detajet e besimit të tyre, do të thonë që i bie se Zoti e ka vrarë veten që do të thonë t'ia falë njerëzve mëkatet që i kanë bërë ndaj Zotit. Do të thonë padyshim se është kontradiktore dhe çdo herë kur diçka është kontradiktore, është argument se nuk është e vërtetë. Por edhe nëse nuk kishte qenë kjo, do të thënë ky pretendim se dikush tjetër i bart mëkatet, edhe dënohet për mëkatet e njerëzve të tjerë, kjo gjithashtu nuk është e vërtetë, edhe nuk është, do të thënë me këtë nuk shpëton njeriu. Por ai që sjell argumente, dhe argumenti është besimi i pastër, kthjellësia e adhurimit, do të thënë me kushtim të plotë, të pastër vetëm ndaj Allahut, Zotit të botëve, dhe pranimi i secilës shpallje që e ka shpallur Allahu subhanahu wa taala. Edhe do të thënë në nshtrimi ndaj asaj që ka ardhur nga Allahu subhanahu wa taala.